NATO garanton kufit tanë. Qoftë Jo, ndaj sulmeve kibernetike. Sigur, jo, e para nuk ka garantuar, sepse ne Homeland Security sapo ka nxjerrë dhënat e postës. Por për tek kësaj, siguria lidhet edhe nuk është vetëm çështja e kufive, sepse në fundit para se nga garantu NATO, ne jemi ishull në NATO, domethënë në veri kemi antar Malzi, Kroaci, në lindje kemi Maqedoni, në veriut në jug kemi Greqinë, kështu që nuk kërse kemi kërcënime në formën e hard security ose sigurisë klasike. Ne kemi formate të tjera të sigurisë njerëzore. Ne jemi një vend që një ingrat që humbi jetën në lumë para pak javësh, u detyrua me kërku ndihmën e FSK-s së Kosovës, sepse ne kemi kapacitete bazike për të siguruar shpëtim kërkimin. Ashtu sikur se e pam në krizën e jashtëzakonshme të zjarreve, ku nuk jemi vetëm vend në rajon që nuk kemi. Kryeministri ka thënë që ne do prodhojmë dron për të monitoruar asamblenë e NATO si do jetë vitin tjetër. Jo, kryeministri e para një kryeministri është një ndër ka ngritur dhe kompani shtetërore, ka jo. Se s'po gjitet fjalën, me thënë është një ndër xhonglerët dhe prestigiatorët më të mëdhenj në botë në këtë aspekt, edhe aftësia e tij për të thënë fantazira në kushtet ku realiteti është shumë brutal. Dhe hendeku midis fasadës që ai përpiqet të portretizojë dhe realitetit është një humnere e jashtëzakonshme. Si ka mundësi që votohet? Ky është bisedë tjetër, pak më vonë. Por të parë një marrim rast. Për shembull, del me diellën që është ministri i parë që bën lajmet e botës, po ndërkohë në spak ditës shkon shefja e AKSH-s, e sistemit ton të qeverisë elektronike, e implikuar me krim të organizuar dhe me akuza shumë të rënda. Flet për tendera elektronike dhe inteligjencë artificiale, ndërkohë që siç e shpërmenda më herët iranianët hynë dalin në sistemet tona të databaseve. Kështu që ky nivel i hipokrizisë, domethënë edhe kontrasti dhe bile sa më e rëndë situata aq më mëdha edhe mashtrimet. Nuk kemi asnjë përpjekje me i afru bashkë, por kemi vetëm thellim. Edhe në rastin konkret fal NATO-s, ne nuk kemi shembur, pra NATO-ja është një ndër ato institucione që na mban në këmbë, që nuk shembemi brenda vagonit të metros, por situata është jashtëzakonisht e rëndë. Domethënë, për shembull, shikoni çfarë ndodh në krizën e zjarreve. Janë ndjekur mbi 50.000 hektar, që janë 10 milionë euro në lëndë rusore. Pa llogaritur koston e fshatarëve që kanë pasur toka ose që ju kanë ngordhur kafshët. Dhe ne nuk kishim asnjë avion që të fikte zjarrin. Erdhi, kërkuam lëmosh e na ndihmuan vendet qinje dhe Rumania. Pse? Sepse ndërkohë që Maqedonia e Veriut, Maqedonia e Veriut ka flot me 3 avion Air Tractor 802, se unë kam dhënë mësim atje dhe kam shkuar rregullisht dhe kam qenë i befasuar për të mirë, kur kam parë që ata kishin avionet e tyre për fikjen e zjarreve. Air Tractor 802. Po këtë do të bëj pyetjatri. Kushtojnë 3 milion. Absolutisht. Investimi i qeverisë për të zbukuruar piramidën, jo për të ndruar nga para, ka kushtuar 14 milion. Ndërkohë që me ato mund të ishin blerë fare mirë një flot e avionëve për fikjen e zjarrit. Maqedonia ka 2009-ën, Malizia ka për 2010-s. Jam dakord, por pra këto janë si ilustrim për treguar sa është dështimi i garantimit të sigurisë njerëzore. Po kemi një paradoks shumë të madh. Pra ju përmendët rastin e Kosovës, përmendët rastin e Maqedonisë së Veriut, mund të përmendim rastin e Bosnjës së Hercegovinës, e tjera vendet Ballkanit Perëndimor apo Malizi, të cilat kanë simptoma të ndryshme, të cilat normalisht duhet ta pamundsonin për shkak të krizave politike, shoqërive multietnike, probleme me kufit, etj për mos u zgjatur, nuk duhet ishin kaq efektiv, domethënë në raport me shërbimet që ato ofrojnë te qytetarëve të tyre. Dhe është e kundërta, është Shqipëria, një vend monoetnik që kena John Stuart Mill e dim që janë vende më të prirura për demokratizim të shpejtë, një vend i cili nuk ka pasur probleme me kufive, me shtendërtimin apo me konformimin, siç do thoshte Klaus Hofe në ato triple challenge që ishin në fillim të viteve tranzicionit. Dhe ne sot duhet ishim antar i Bashkimit Evropian. Pra ne kemi gjithë këto simptoma, ndërkohë që jemi në absolutisht, edhe neve edhe prandaj u mendoj që jemi dështimi i elitave. Është një dështim i jashtëzakonshëm i elitave. Dhe edhe po shikojmë pra vende fqinjeve që po përmendim, nëse në zgjedhjet e ardhshme do kemi pra Ramën e Berishën. Domethënë janë njerëz që janë bërë figura publike prej Nethenjishit. Do të imagjinoni për shembull me pa prap në zgjedhje figurat